Jemi gjithë? Kush aty, apo jam unë? Banor, vëllai madh ka marrë vendimin që konkurrenti Ekli Tako për arsye shëndetësore të ndërpresë menjëherë garën. Ekli ju uron suksese të gjitha. Faleminderit shumë, zot të rujt. Ekli lë garën për arsye shëndetësore. Që të them për shembull që nuk ishte një faktor në lojë, nuk mund ta them absolutisht që jo. Që më bëhet qefi që doli, absolutisht që po, më bëhet qefi, se mbi të gjitha është shëndeti. Ishte në një vend të pa merituar, ai vend nuk e meriton të Eglin, për faktin sepse ai vend aty me disa persona e ka shtrydhur deri në palc, le të themi. Fatkeqësisht nuk ka luajtur për lojën e vet, shpirtin e lojës vet ja kushtoi diku tjetër aty. Që fatkeqësisht përsëri më duhet ta them, nuk mori asnjëherë mbrapsht atë që ajo dha për muaj të tërë, për aq kohë sa ishte aty, dhe ka bërë gjën më të dur. Nuk ja vlente. Tentoi shumë herë ta qetësonte lojën, ta kthente lojën në anën e vet, por ç'a ti bësh? Dashuria kjo është shumë e shurdhët, është e verbër, është vrastare, është dënuese, dhe e solli atë në këtë pikë ku ajo merr vendimin që të largohet. E besoj që ka qenë për arsye shëndetësore. E besoj shumë sepse për këtë gjë jeni të sigurt. Nuk dua të jap më shumë detaje se s'më takojnë mua, por që ka bërë gjën më të duhur. Dhe e di shumë bukur që tani do t'ja ndjejnë mungesën dhe vlerën asaj vajze në atë shtëpi, si punë e neve kur vdesim që na thon fjalë të mira. Gjuna e shkreti që vdesja është shumë e mirë. Ndërsa dhe për Eglin, të njëjtë gjë, po thon, do vazhdoj të thon që s'duhet dilte sepse ishte mirë. A bie kjo gjë pesh të xhestit? Patjetër që bie. A është një arsye xhesti që ajo ka dalë? Patjetër që është një arsye, sepse ajo vajzë u fokusua jashtëzakonisht shumë, më shumë tek ai se sa te loja e vet. Nuk mori atë që ajo kërkonte në ai djal. Ju mund të thoni jo, po ai djal s'ka ndier asnjëherë sepse e ka thënë, jo, nuk janë ashtu gjërat. Ai djal e ka afruar, e ka puthur, e ka ledhatuar, e ka kërkuar nëpër shtëpi e të gjitha me radhë. Gjithsesi për Eglin ngjelet të them që vetëm suksese jashtë, edhe kaq. Gjëra më të bukura e presin se sa në ato që ishte aty në shtëpi.